Vuani nga mëlçia, provojeni këtë recetë dhe do na falenderoni. Në këtë video ne do të sillim një recetë të vjetër përmes të cilës ju mundet që të pastroni mëlçin tuaj, por keni kujdes kur blini rrushë të thatë që të mos jetë në ngjyrë të verdhë. Rrushi i thatë për këtë recetë duhet të jetë në ngjyrë të errët. Për rreth 15 minuta treteni në ujë të ngrohtë, të cilat më pas i pastroni me ujë të ftohtë akull. Pasi t'i keni futur në ujë të ftohtë, më pas shtoni ujë me temperaturë të dhomës dhe i lini aty deri në mëngjes. Në stomak të zbrazët e pini lëngun dhe hani rrushin e thatë. Për 1 apo 2 orë rrini shtrirë në shtratë dhe në anën e djathtë të barkut vendosni një kompres të ngrohtë. Për 1 muaj përkatësisht 4 herë në muaj, 2 herë në vit, përsëriteni këtë recetë. Dhe rezultatet që do të keni janë vërtet mahnitëse.